arritur shoqëria në këtë pikë dhe prandaj domethënë njeriu ndershëm, njeriu që punon me ndershmëri se nuk e analizoj, se ne këtu nuk analizojmë shoqërinë, nuk jam plotësisht dakord. Sociale jemi marrë me çfarë lëshon politika, me batuta, me kështu. Çfarë ndodhi kur u vra polici, ajo çështja e Rashës, që vrau policia të djalin të tunel. U ngrit gjithë mosha nga 16, po ishim të rinjt, unë i studiova në një kuptim kështu, ishin të rinjt e periferisë. Domethënë ishin këta të bullizuarit, nga 16 deri 20 vjeç. Deshe dogjën Tiranë. Qose mbani mend, çuna duhet ta mbaj mend, e shkatruan slam billboardere, dreshet, që u bë ajo, protesta sebepi ishte për vrasjen e një të riu. Është një revolt që ka akumuluar. Mënyra se si kjo quhet, Ilirti je shumë i lexuar dhe di, kjo quhet në politikë apo në historinë, po do të quhet efekti flutur. Dhe un kam frikë që këtu po flisim për reagimin, domethënë që tani edhe emigrimi po të shikosh valvula është mbyllur, jo se e kanë mbyllur andaj jashtë, po e provoi këtë valvulë Shqipëria dhe madje edhe po kthehen, e shikojnë atje që po të bësh hesapet, le të marrësh në Gjermani 2.000-3.000 euro, në fund fare nuk të del aq sa mund të dal pa aq sa këtu në Shqipëri, po të paktën këtu je në vendin e tjerë. Dhe valvula tjetër, sa herë ka zgjedhje është kjo që ndodhi këtë ditë të diel. Por ka dhe një valvulë tjetër që efekti flutur çfarë është, që flutura rreth krahët në Australi dhe tsunami ndodh në Amerikë, sepse shkak pasoja. Apo efekti flutur ishte në Nepal për shembull, në Nepal që dolën ca të rinj, thanë pse Facebook, ne na i mbyllë Facebookun, fëmijët tuaj kanë Facebook. Kjo ishte parula. Atyre e kupton, pse ne na i mbyllë rrjetet sociale, fëmijëve tuaj s'kan sociale dhe i morën i hodhën lum. I dogjën dhe me benzin, pastaj u ngrit gjithë populli. Dhe larg qoftë që në këtë vend mos ndodh efekti flutur, domethënë sepse efekti flutur është shkatrimtar pavarësisht se i përmbys. Megjithatë i përmbys. Ta mbyllim me se nisem vazhdo. Po jo, domethënë kjo është situata se më bëre pyetjen, domethënë që si këta jo vetëm dhe kjo nuk është analizuar sepse kjo është edhe një klasë. A ka përgjegjësi dhe media këtu? Media është pjesë. Jo përgjegjësi. Media, patjetër që në vetveten e saj media duhet ta ketë këtë përgjegjësi, por media këtu domethënë është pjesë e ingranazhit, s'mund të funksionojë ingranazhi në një vend të korruptuar ku idealizohet ai që vjedh trafikanti. Jo vetëm idealizohet, po ai jo vetëm bëhet biznesmen, po ai bëhet, po të vësh re për shembull, ne nuk guxojmë se ndonjëherë dhe duhet të mbash dhe frena në kuptimin profesionalist.